A menon për shembull në qitë mosh me u martu? Valla më mratë mirë, po, dhe shë jo t'lavë të kërëse, du se me zoja e e fort. Po. Vajnë në qitë mosh, moj më martu. Edhe në qitë mosh? Moj, pse, jo me pas shfrydzune. Me pas men, isha martu moshën 20 vjeqare, jam interesune vetëm jashtë me marë. Kam plot, besa dhe kam t'huj Amerikan, po vëllë. Po, ala se më ronë qatë tip që ka po dune vetë. Cila i shkon këshilla jote që o kishe jep vajzave? Këto po dojnë më martu, mase jo po du më da, pja hup kohën mashtrit, pas e më po dana. Se ka femna që unë jam, si unë jam. E cila i shkon mosha ideale? ideale? Po që që i kom për vetit. A të kam jetë pik një që si martu? Po, tash për shoh. Po tash për shoh mungesat që një vajzë nuk e kam, se s've me kisha thonë shumë anivesh më martu se prit nuk jetojnë gjithmonë. Po. Që ato që i ki fat, do shme ndigju, po me pas gjutë për bashkët. Asë njoni mësë me qenë gjelozia, gjelozia është smundje pashërushme. Aja u kështë sugjeru krejt qikave me u martu, edhe cila i shkon këshilla jote që o kishe jep vajzave? Këshilla je me tash këto që po dojnë, si më përredin s'po mu s'po më bëlqen. Këto po dojnë më martu, mase jo po du më da, pja hup kohën mashtrit, pas e më po dana. Qysh ajo, jeta ma e mi pamvarën. Tjetër është burri, tjetër është vetë. Se kështu e ki burrin qadër. Po menon që burri? Tjetër është, unë e kësha thonë tona vajzave, shala kam fat, gjithë kush në të gjenë me gjithë ekranin e vetë. Normalisht. Se ka femna që unë jam, si unë jam. E cila i Unë shkon kom pasur mosha për tani, po që ideale? i kom për vetit. Apo më ndrojnë cila i shkon mosha ideale që një vajzë i shduh me vendos për me u martu? Qishtu më në Mosha ideale. Unë për vetit tashti, me pas men, isha martu moshën 20 vjeqare, apo 21, që me linë një fmi, më të po fëmija më të anqit krajnë. Shak, në thujnë. Nështë po gabaj. Jo. Ose vajza mërët me qenë edhe motër, edhe shoqe, edhe krejt. A i mendim jem. Sa ma dhe vones, ma fështire kje, dhe sa të rritën dhe të angjesin krajnë. Po mirë edhe apet, edhe vonë nuk është. Vajnë në qitë moshë, moj më martu. Edhe në qitë moshë? Moj, pse, jo me pas shfrydzune. A menon për shembull në qitë moshë me u martu? Valla më mratë mirë, po, dhe shë jo t'lavë të kërëse, du se me zoja e fort. Po. A kjo oferta alo? Dhe i më thonë, jam interesone vetëm jashtë me marë. Vetëm jashtë? A të ka në i ofertë për jashtë? Kam plot, besa dhe kam t'huj Amerikan, po vëlla. A ma mire kështë e marrë një shqiptar a një t'huj? Po qëre ki edhe shqiptar që ka shkollë edhe ka edukat familjare, ka kulturë evropian. Po ala se më ronë qatë tip që ka po dune vetë, për du ekranin si që jam vetë. Me qenë gjutë për bashkët, jo a i ma bë kush ke kë, ose me thonë kush ke ti. Burri s'munësh me rrujtë kur, pas burri grunë s'munët, kur dëmë të mashtru, se din as vetë. Kështë e pranu me një burë që ka fëmijë? Nëse më bëlqen, pse jo, ata e fëmijët e burrit, se në sa kakut. Po. Pse A jo? ishe kujdes për ta? Normal. Qështë kona i më të i këshuti, ki edhe bura që e marrin grunë martune me fëmijë, qa ka lidhje? E te ki Dhe më bo. thonë një pro kësaj? Kondrëm asaj që thojnë femna se marë, pse mës me marë, edhe a i bo djali jetë. Po, normalisht. Dhe më thonë... Nëse dhe me majtë, a i bo si djali jetë të këshyrë. Pesa ki pastor që sin t'i këshyrë. Arda kër je dio të fëmin tonë dhe pe banë, pe jepe ati jo, gjina. Jetimin, digjani, jo, i një tri. Jetimin ku të lidhaton një herë, që shtone, 2 herë zotit shpërblen. E vërtet. Nëse du me jetime, a jetime, kur hasë bojnë. Se unë jëm rritë jetime, e di shka du me thonë. Kreq ata që më kanë bo, si janë të ja po hajdu, ja. Unë kam e tu, pa i hongra ata se gjo, se zoti i merë ata. Normalisht. Unë kam me dhe këtu ne, të bo hajgare. Aja me bindun, edhe në shkoni për hava, po hecni për tokë. Njëri du me qenë modeste, e thjesht, e respekton dikon, nuk të respekton, te i respektu vetë vetën. Unë i shot do jarrim vetit natë. Jo s'ma boni, unë e kom bo temën. Aj që të kesh e vesh. Si që thashti, do gjiloza për Albinin, për Jolësën. Ajo është gjilozi e pashërushme. Se ti kush kam për para ki ti ka me pas e dhune. Na duhet me qenë të gjithë bashkë me ndimu. Me nëzirë dikon, se që në dëgjatë do shta pe i pak politik, thuprat thejen për bashkët. Unë e për një që përdojnë kësi ka se unë sem partinë, asë në parti, kom qenë partinë social-demokrate prej viteve 90-ave, asë kom qenë LDK, asë në PDK, asë në parti. Se jina pak
Po, e tash unë po du me unohet që tu të martesë. A kishe jetu me printe dashurit tanë? Paj, po normal se tek e fundit edhe ai u rrit me pensionet që më rrit me prindërit e mia dhe ai u rrit me prindërit e tyre edhe nuk i kam i qu. A je dashurume? Jo, nuk jam e dashurume. Apo ki oferta për i tjene? Tash kam edhe s'kam dy atë. Apo nga të regojnë, qëka të pëlqen mas shumë të Mitrovica? Po tash si qytet ku jem rrit edhe tash këtu po jetoj, kontriboj. Normal më pëlqen kultura, shoqënia që kam kriju edhe normal që jetoj me familje, këto. A e kishe ndru qytetin e Mitrovicës me dojnë me jetu me një qytet tjetër? Po menoj që në Kosovë jena baka shumë njëjtë edhe zbesoj që e kisha ndru. Po sa i përket kushteve, Mitrovica menoj që është pak normal ma adopt. Normal edhe varfria pak është ma... Apo nga të regonë që kukon moment ma i mirë njëtën tonë? Njëtën tame, ka pas shumë momente të mira normal, po... Urna? Cila u konjona të? Po nashta, s'po di qa me cek, nashta që... S'po di nashta që kom kry, e kom përfundu një pjesë tjetër të karrierës tame, po më ne kom përfundu studimet, mas ne kom pas një semestër në Turqi, këto nashta... A je dashurume? Jo, nuk jam e dashurume. Apo ki oferta për i tjene? Tash kam edhe s'kam dy atë. Cili shkon moshkulli ideal për ty? Po tash varet kjo krejt prej aspekteve personale që ka dona të mi gjete dikush tjetër. Qëka të pëlqen ty të moshkulli që ti qef me posë krah? Qëka më pëlqen, varet krejt çfarë karakteri ka qaj moshkull edhe qëka mundemi mi ufru njani tjetërit. A kishe jetu me printe dashurit tanë? Paj, po normal se tek e fundit edhe ai u rrit me pensionet që më rrit me prindërit e mia dhe ai u rrit me prindërit e tyre edhe natyrisht që ajo është diçka që rritesh ti me ta krijon zote edhe nuk i kam i qu. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. A kishe jetu me printe dashurit tanë? Paj, po normal se tek e fundit edhe ai u rrit me pensionet që më rrit me prindërit e mia dhe ai u rrit me prindërit e tyre edhe nuk i kam i qu. A je dashurume? Jo, nuk jam e dashurume. Apo ki oferta për i tjene? Tash kam edhe s'kam dy Cili atë. shkon moshkulli ideal për ty? Po tash varet kjo krejt prej aspekteve personale që ka dona të mi gjete dikush tjetër. Qëka të pëlqen ty të moshkulli që ti qef me posë krah? Qëka më pëlqen, varet krejt çfarë karakteri ka qaj moshkull edhe qëka mundemi mi ufru njani tjetërit. A kishe jetu me printe dashurit tanë? Paj, po normal se tek e fundit edhe ai u rrit me pensionet që më rrit me prindërit e mia dhe ai u rrit me prindërit e tyre edhe natyrisht që ajo është diçka që rritesh ti me ta krijon zote edhe nuk i kam i qu.